Toni përfshihet në një debat shumë të ashpër dhe të zgjatur me Elionën, një përplasje që eskalon shpejt dhe krijon një atmosferë shumë të rëndë në shtëpi. Gjithçka nis nga tensionet e mbledhura prej ditësh, por në këtë moment shpërthen hapur, me tone të larta dhe fjalë të forta që tronditin banorët përreth. Toni shfaqet i acaruar dhe flet me një siguri të tepruar, duke e sulmuar drejt për drejt Elionën. Ai shprehet se, sipas tij, askush në shtëpi nuk ia vë veshin asaj dhe se ajo nuk ka mbështetje nga askënd. Ai thekson se Eliona është e vetmuar në lojë dhe se, në sytë e tij, ajo nuk ka as respekt dhe as vlerë për banorët e tjerë. Fjalët e Tonit bëhen gjithnjë më të rënda. Ndërsa ai vazhdon ta ulë dhe ta nënçmojë Elionën përpara të gjithëve, ai shkon edhe më tej, duke e akuzuar se nuk është vajzë e mirë dhe se sjellja e saj është e papranueshme. Toni përdor shprehje shumë ofenduese, duke e cilësuar Elionën si të padenjë dhe duke lënë të kuptohet se ajo nuk meriton të jetë pjesë e shtëpisë. Sipas tij, gjithçka që bën Eliona është e gabuar dhe e shtirur, dhe ai pretendon se të tjerët thjesht e tolerojnë, por nuk e duan dhe nuk e respektojnë. Eliona ndihet e sulmuar dhe e fyer thellë nga këto fjalë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se situata e prek emocionalisht. Debati vazhdon për disa minuta, me Tonin që nuk ndalet dhe vazhdon ta godas me fjalë, duke e quajtur të fëllisht dhe duke e paraqitur si njeri pa moral dhe pa vlera. Këto deklarata shkaktojnë reagime të forta në shtëpi dhe tensioni rritet nga sekonda në sekond. Banorët e tjerë mbeten të ndarë, disa të shokuar nga gjuha e përdorur, të tjerë të heshtur, duke ndjerë se situata po del jashtë kontrollit. Atmosfera bëhet shumë e rëndë, ndërsa debati lë pas një ndarje të thellë mes Tonit dhe Elionës. Pas përplasjes, shtëpia mbetet e mbushur me tension, nervozizëm dhe heshtje të rëndë, duke treguar se kjo përballje nuk ishte thjesht një debat i zakonshëm, por një sulm i fortë që do të ketë pasoja.